Etika protestante dhe shpirti kapitalizmit i Karl Weber është një, ca thonë që është konkurrent i Marxit, sepse është edhe më realist dhe e lidhe ekonominë me fen, sidomos me etikën protestante, e cila është edhe promotore e zhvillimit e kërkimit shkencor, por edhe promotore e puritetit në politikë, e kundra korrupsionit, dhe jo më kote dhe vëndet protestante janë dhe ato që kanë edhe ligjet më drakoniane kundër korrupsionit, si që janë Anglia, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, ku korrupsionin në një farë mënyrë, në qoftë se në Itali ta shkelin syrin, në Spanjë, në Greqi sa më shumë, aty je njeri që mbedesh me damk për gjithë kohën, dhe mendoj që këtu ka ndikim edhe feja në protestantizmi. E mendon ti që një pakt me korrupsionin për hatër të politikës, të zhvillimeve të ditës, ti do ta pranoje? Pyetja është shumë është një pyetje që meriton. Nuk e kam vetëm ti, a do ta pranoj korrupsionin. Ka një përgjigje, po rrije me një të korruptuar. Eksakt, këtë prandaj doja që të shoh. Ka një përgjigje të shpejtë, të shkurtër, të thoshë jo. Absolutisht nuk do ta pranoj, sepse është njësoj si të marrësh dhe të bësh kafshë shtëpiake një dragua. Pra ta marrësh një dragua të vogël, edhe ta bësh si kafshë shtëpiake. Edhe të thua që shiko, unë këtë dragojnë, do ta marr, do ta zbuz, do luaj, ky do më njohë, ne do lozim bashkë, e kështu gjërash. Dhe unë garantoj që një ditë në fund fare i dragoj do të të hajë. Kjo nuk diskutohet. Kështu që këtu mbaron historia. A do shoqërohesh me një të korruptuar? Si që thash, ne ungjillorët shkojmë gjithmonë te ungjilli. Edhe Weberi është sociolog, në fakt. Weberi në atë që ka bërë etika protestante e punës dhe shpirti kapitalizmit, ka bërë studimin sociologjik, pra antropologjik të gjës që ore ku ndryshon pse veriu e Europës e jeton kapitalizmin dhe e sheh kapitalizmin me një lloj entuziazmi dhe pse jugu e Europës e sheh atë kapitalizmin ashtu për të bërë pak hile. Dhe gjitha e lidh me rolin e paras, po edhe me rolin e punës. Pra se si puna për protestantet është ajo që u thash më pra, si mund të adhurojmë duke punuar, si mund të adhurojmë Zotin duke punuar, dhe se si paraja nuk në vetvete është neutrale, lakmia për para është burimi të gjitha të këqijave. Nëse të fillon lakmon paran dhe jo ta shikosh atë si një mjet shkëmbimin. Tani vim tek pyetja që është jashtëzakonisht interesante. Krishti është akuzuar, pra në momentin që e çuan në kryq, përveç se ishte ky momenti i pretendimit tij që ora unë jam biri i Perëndis, dhe për hebrejt ishte si mund të ketë Perëndia bir, Perëndia është i pashoq. Dhe përfundon atje, pjesa tjetër ishte populariteti i tij, sepse ai rrinte me të përdalat, rrinte me tagramlesit, të cilët tagramlesit në atë kohë pra doganierët ishin të urryer nga të gjithë, se jo vetëm që merrnin Araçin për Cezarin, por nga ana tjetër ishin edhe të pasur e ku diun se ça. Domethënë të gjithë personazhet janë atje, bile se akuzojnë, kjo është akuza. Që do të thotë që të rish me një të korruptuar, jo domosdoshmërisht ti bëhesh i korruptuar, për aq kohë sa ti e di kush je, nga vjen, ku po shkon, ç'a beson, kush janë vlerat e tua. Madje unë do të thoshja që ne kemi një sër historish në Bibël, dhe kërkoj ndjes se s'dua të kthehet kështu në studim biblik, po ke disa personazhe, sidomos në Dhjetën e Vjetër, siç janë Danieli, është një libër i tërë për Daniel, apo Jozefi, që fillon një nga patriarkët e izraelitëve, e historisë biblike, djali i Jakobit, pra që arriti të bëhet ndihmësi faraonit. Këta njerëz jetonin dhe punonin në sisteme të korruptuara, se ma thon shpejt, si mundesh ti, si rriti me këtë, si rriti me atë. Kemi edhe zmadhimin mediatik. Para një që unë nuk gjykoj njerëz. Domethënë nuk jam unë gjyqtari që them ky është kështu, ky është ashtu. E dyta, unë besoj që gjithë secili nga ne, çdo njeri ka potencialin për të ndryshuar dhe për të bërë një gjë të mirë pavarësisht asaj gjë që ai mund të jetë duke bërë në atë moment. Kështu që dhe e treta, unë jam i përsosur, pra unë vetë nuk jam i përsosur. Kështu që të bashkëudhtosh me njerëz
të cilët në një moment caktuar mund të akuzohen dhe nga organet ligjzbatuese për të korruptuar, për mua patjetër që është dhimbje, në disa raste është gënjim, por nuk është shkuraim sepse për të vazhduar të rrugë, sepse që kur e kam nisur, unë e kam ditur shumë mirë që të synosh ndryshim shoqëror nuk është një gjë e lehtë. Dhe nuk është një gjë që bëhet në kafe. Duhet të zbresësh nga shkallët e amfiteatrit apo të nuk e di si quheshin të Koloseumit, si quhet ajo, se e din më mirë arkeologët, po të amfiteatrit, dhe të futesh ke sheshi atje ku dheu, gjaku, në arenë. Atje duhet me synu ndryshim. Të rish prapa televizorit, të thushe, ta kështë e bo këshu Partia Socialiste, ta kështë e bo këshu Edi Rama, ta kështë e bë këshu, shu ka plot, jetë e shkallët e stadiumit, zbrit, futu në arenë, bëu me gjake, me dhe, me balte, me ku diun se qa, dil fitus, edhe vazhdo rrugën. Nuk po të kërkoj qa do bëj Partia Socialiste, qa do bëj për fshatin? Ti jeni një zonë fshati, apo ja? Jam një zotë fshati dhe programi ynë është besoj vazhdimsi e asaj gjëje që që po ndodh. Po keni ca gropa. Kemi gropa të mëdhaja, që vërtet. Pra, gjëja kryesore. Numrit baktive. Pa vajtur njëherë atje se e kuptohet e bujqësia, po unë them që bujqësia fillon me sigurinë e titullit pronësisë. Pra, unë sot kam qenë, sot më mëngjes unë jam i dëshpëruar në ato drejtim. Sot kam qenë në Arban në Bultic. Në Arban i gjithë komuniteti që takova atje ishte ore zotëri, certifikatat, letrat e tokës. Dhe nesër unë do të jem në komisionin e posaçëm që ne ngritëm për mirëqeverisje, antikorrupsion, sundimin e ligjit. Ku çështja e pronës në atë komponent që unë pata mundësi që të punoja e të shërbeja me kolegë të tjerë, që është sundimi i ligjit, ishte prona. Dhe në programin tonë është që brenda 29-ës ne duhet të përfundojmë me regjistrim fillestar, me azhornime, me rregullim pasaktësish dhe ne duhet që njësoj si që japim certifikatën, që ne të dy e marrim certifikatën familjare këtu, duhet marrim në të njëjtën mënyrë certifikatën e pronësisë, se nëse është atje e regjistruar sakt në zyrën e kadastrës, pse mos të më vi mua këtu? Dhe të përfundojmë një herë mirë me këta personazhet që na shfaqen nëpër sportele e që na vinë na përshpërë. Domethënë kjo historia, pra është një. Besoj që është një gjë shumë e madhe në program. Besoj që ne këtë duhet ta marrim jashtëzakonisht seriozisht, që në 29-ën kur të kthehemi prap Partia Socialiste me apo pa Toni Gogun të shkoj ball lart atje dhe të thotë siç bëm reformën e drejtësi, kështu dhe ne bëm reformën e pronës. Kjo është më e madhe, sepse bëni shqiptarët pronar. Deri tash kanë AMTP që nuk ju vlen një lek. Që do të thotë që në një moment të caktuar, nëse ai do të ndërtojë, nëse ai do të bashkohet me një tjetër të rrisi sipërfaqen e punueshme, ai të jetë i lirë. Tani vim te bujqësia që thatë ju. Unë mendoj që ishin sinjale jashtëzakonisht pozitive, pavarësisht zhurmës mediatike dhe pavarësisht atyre keq funksionimeve derisa drejtësia t'i provoj që janë dhe fenomene korruptive. Por që ne arritëm të shkonim dhe të konkuronim në program serios, siç është i Pardi, të tërhiqnim fonde dhe pastaj fermer tanë të merrnin dhe t'i vinin ato në punë, se s'ka faj fermeri nëse aty burokrat caktuar marrin qoftë, unë them keq funksionojnë, por nëse janë të korruptuar të do na e thotë drejtësia dhe të digjet ky fermeri është e padrejtë. Po unë besoj që me atë program neve do të arrim që të mundet t'i shërbejmë bujqësisë tonë. Pra, kryeministri e thotë shpesh, për 10 vjet të roqim 200 milion. Në një vit, kur ne të antarësohemi, do të jetë 300 milion subvencioni që vjen për bujqësinë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është një punë pa imagjinueshme për të gjitha strukturat tona shtetërore që janë në shërbim të bujqësisë, sepse duhet të bëjnë të kapacitetet të rreqëse të çdo fermeri, duhet jenë të tilla që ai 300 milion që mos të shpërndahet në një mënyrë të tillë që të fillojnë prap keq funksionimet, por të shkojnë në një mënyrë kapilare atje ku duhet të shkojë. Kam në zonë, jam duke folur në 5 të vogël, një familje ku babai e ka mbyllur vitin 90 në maj të traktorit. E ka privatizuar atë traktor dhe nga ai traktor, që duhet jetë kinez në mos gaboj, ai ka ardhur tek John Deere amerikan, apo ku diun te Lamborghini, te këto makinerit e fundit europiane, janë duke folur për mekanik bujqësore. Tani, duan të ndërtojnë ata
një kapanon që se kanë miliona atje për t'i futur. Certifikata e pronësisë që nuk e kanë, se e kanë AMTP, se duhet ta nxjerrin, kjo duhet mbaroj një herë mirë. Të duhet projekti, ka impakti ambiental, të duhet një 20 milion i duhen të njëjtat kapacitete që i duhen një ndërtuesi që në fakt e ka biznes në mes Tiranës. Kjo gjëja duhet përfundoj dhe çfarë ndodhi? Kemi bërë një vendim Këshillit Ministrave, i cila kur vjen puna tek ndërtimet në bujqësi, lejet jepen me njëherë. Tani duhet vazhdoj zbatimi. Pra, burokratët tanë duhet ta kuptojnë që nuk është e njëjta sepse nuk ka gjë më të poshtër, mendoj unë, tani se sa zakonet. Ne jemi konstelacion zakonesh, të dy ne. Qa kemi bërë në mënyrë të përsëritur, ajo jemi ne. Dhe një burokrat i cili është stërvitur për vitet të tëra të thot, kjo zbëhet. Dhe asnjëherë brenda klauzolave ligjore nuk shikon gjithë me kreativitet, mundësit, se si t'i zbatoj dhe t'ja japi ati fermerit që të mendoj që ore këti duhet kursyer koha kështu. Po direkt të mendoj, do më vi kontrolli lartë i shtetit, do më vi prokuroria, tani është edhe spaku, dhe atëre i bie që ne ta mbyllim shtetin edhe mos të bëjmë asnjë gjë. Nuk e di se u zgjata. Jo, shumë i saktë, sepse edhe unë e kam ndjekur nga afër dhe e di që është një sipërmarrje dëshpëruese që një njeri të pajisë të kaloj nga AMTP-ja në certifikat dhe madje pa diskutim që ka një korrupsion të llahtarshëm nga zyrat e shtetit. Po ta them se njëri që kam prekur me dorën time këtë, nuk kam nevojë domethënë për dëshmitar, dhe pastaj kjo leje të ndërtimit që është më kollaj të marrësh një leje ndërtimi në mes të Tiranës se sa, sepse nëse këtu je brenda vijës verdha, aty duhet të fillosh tokën bujqësore ta kthesh në trull ndërtimi e të tjera. Iu kjo. Për Blegtorin sepse kemi rënë në numrin e atyre të kohës zogut. E vërtetë është. E vërtetë është dhe tani kemi dhe këtë sfidën, do të thoshja që zanati nuk është më shoqërisht i pranueshëm. Mbaj mend nuk e harroj atë që jo, unë di një diçka që shkojnë e punojnë për të njëjtën pak, ruajnë baktin në veriun e Greqisë. Këtë nuk harrit ta kuptoj. Po se ndoshta i thot bashortes që unë do shkoj dhe jam jashtë shtetit, do punoj në Greqi. Ndërkohë nuk e harroj atë që më ka thënë një atje që tha, Çuni tha nuk më vjen, tha, një nga blegtorët ta, ne kemi, ta shpjegova që Peza ka një histori shumë të suksesshme, ka qenë Kooperativa Bashkuar Pezë Ndroq, po pezakët gjithashtu edhe nonjakët, edhe vaçari gjithashtu, me blegtorin, qoftë me lopët, qoftë me bagtit e trashë, qoftë me bagtit e imta. Dhe është bërë një super punë në atë kohë. Dhe një nga këta barinjtë e vjetër më thot, djali thot, nuk do të bëhet bari, thot, se nuk do më kemi marrë lajme negative nga familje ku kemi shkuar për shkjesi, për nuse, se thot nusja nuk bëhe mu nusja e një bariu, se ai do iki gjithë kohën do jetë me dhënë e me dhi, pra duhet të them që ka ca stigma shoqërore që ne me njëherë duhet që ti thyejmë këto gjëra si. Ndërkohë dje unë kam parë një reels të bukur të një çifti të ri italian që ishin shumë të kënaqur që kishin marrë me kredi, i ushqenin dhe kishin dhe linjën e prodhimit të tyre. Një vajzë e cila e ka thyer këtë stigmë, një vajzë do të jetë, unë besoj që do të jetë deputete në parlamentin tonë, dhe një model i tillë unë besoj që do të jetë një nga mënyrat se si ne do ta thyejmë, por nuk vjen puna tek, nuk është vetëm stigma, është ajo që ju thatë. Ne duhet kujdesemi që subvencionim. Pra sot nga bisedat që unë kam bërë me funksionar të ndryshëm për të lehtësuar marrëdhënien e komunitet me funksionar, dy biseda ishin. Njëra ishte me agronomin dhe tjetra ishte me zooteknikun. Për të qenë në zonë, për të qenë në shërbim. Janë atje, i falenderoj, bëjnë super punë, por çështja është që ne duhet jemi shumë të qartë. Unë nuk jam domosdoshmërisht personi i dur për të kuptuar, jo për të kuptuar, por për të thënë politikat që ne kemi zbatuar në këto vite, për shkak se janë kolegë që kanë punuar me bujqësinë, unë edhe në parlament kam shërbyer në komision të ligjeve, kam shërbyer në komision të sigurisë, jo domosdoshmërisht, por si deputet unë mund të them këtë gjë. Paketat që ne kemi përgatitur në lehtësi për sa i përket lehtësive fiskale, paketat që kemi përgatitur për mënyrën se si ata mund të konkurojnë në për këto
në për këto konkurset qoftë për krerët, pra subvencioni që marrin për krerë, për krerë, për karburant, për naftë, për mënyrën se si për ushqimin, për mbulesat e për gjitha këto gjërat, unë besoj që janë të duhurat. Ndoshta duhet të ulemi dhe të shikojmë se si ndoshta ti rrisim, ndoshta ti lehtësojmë se për ta marrë atë shumë kollaj, aty aplikojnë shumë në të njëjtën kohë, fondi nuk është pra siç thon anglezët, se ai që vjen i pari i shërbehet të parit, e kështu me radhë. Pra kemi këto sfida. Në momentin që rritet subvencioni, unë besoj që do të ketë mundësi për të gjithë. Në momentin që ka mundësi për të gjithë dhe fillohet se ai zinxhiri është shumë i rëndësishëm. Vëllezërit Allgjata në Pez Helmës janë një histori suksesi. E ka nisur, unë kam takuar kur kam britur atje, ishin në një kios të vogël. Sot janë në një dyqan modern me të gjitha kushtet. Dy vëllezër të pasionuar, ku kanë ndarë dhe rolet, njëri është gjithë ditën duke kërkuar mish për ta sjellë, tjetri është aty në dyqan. Problemi aty unë do më thënë. Po, absolutisht po. Absolutisht po. Po dua të them, ata kanë mundësuar që të gjithë barinjtë e zonës të kenë një pikë ku të ketë kuptim puna e bariut. Po, sepse është problemi i madh që neve mendojmë që çdo fshatar është dhe biznesmen. Jo. Një fshatar është prodhues. Është prodhues, ai nuk di. Por ajo çfarë nëse ne lehtësojmë dhe këta vëllezërit Allgjata, pra të tilla biznese, të tillë ndërmjetës, siç po bëjmë me bujqësinë me këto pikat e grumbullimit, që përsëri në zonën e kemi njerëz të cilët bëjnë pika grumbullime dhe ne shkojmë jo i vëm gjobën se ndërton pa leje, jo i vëm gjobën se duhet shkoj te ai tregu dhe jo tek ky tregu tjetër, pra ky është problemi. Unë besoj që në këtë mandat që vjen ne duhet të bëjmë ato akordimet e fundit të administratës tonë për të thënë, jeni këtu për t'i shërbyer këtyre njerëzve punës. Unë nuk i vë në dyshim qëllimet e mira të ligjvënësit, sigur se një problemi madh është zbatuesi, sepse ajo që juve thatë kush jeni pari me shërbimin, është bërë shkak për një abuzim të tmerrshëm në bujqësi. Do me thënë më mirë ato 10 lek ndaj nga 1 lek 10 vetave, se sa nga 4 lek, 3 lek, 2 lek, janë dash 3 vetave, kush vjeni parë. E kemi pasur debat të madh këtë në grup parlamentar dhe përfunduam te kjo që thatë juve, pra më mirë pak të gjithëve, shumë, se sa, por nga ana tjetër, nga ana tjetër nuk është se është shumë e drejtë për atë që është një model suksesi dhe i cili sot ora u mundet. Shiko, modele suksesit. Pra është e barabart, po s'është e drejtë. Modelet e suksesit këtu janë bërë edhe pa marrë asnjë lloj subvencioni. Problemi është të ndihmojmë të gjithë. Do të thënë, dhe këtu unë jam partizan i asaj sociales. Jo të gjithë janë të barabartë, po të gjithë e meritojnë një shans barazie. Këtu ka një dimension tjetër që është eksporti. Jo të gjithë mundet të jenë të gatshëm, sepse në moment që ti do të eksportosh. Për shembull, ne kemi me ullirin. Jo, ajo është tjetër punë. Ne kemi me ullirin këtë punë. Pra, ne kemi vetëm në Ndrojë duhet jenë ja 5 fabrika që përpunojnë ulli. Në momentin që një vend si Japonia interesohet për vaj ulliri, të 5 ato fabrika së bashku nuk arrin dot që të plotësojnë kërkesën e një biznesmeni japonez. Nuk harrinin komplet jugu, nuk harrin të plotësonte nevojat e aushanit të barit në ato kohë. Kështu që do të thotë që duhet të mbështesësh ata që arrin të bëjnë volum. Patjetër, por ka shumë probleme. Po le ta fillojmë nga kjo një herë, sepse na ikën çobenët. Tu është problemi, që duhet të filloj një herë, ta marrin ata, pasaj kur të fuqizohet njëri, ai njëri i mban me rroga edhe këta 9 të tjerët. Po kemi një... Me këtë na ikën çobenët, më pëlqej, po thot dikush, nëse do të dish të ardhmen e një vendit, më trego ç'a këngësh këndoni. Dhe më vjen ajo kënga Labe. Po biçobanësh kemi qenë. Okej. Biçobanësh neve jemi, dhe në 10 kullotur kemi. Po jo tash kemi për aq kohë sa ne do ta këndojmë atë këngën, unë jam i sigurt që çobenët do jenë, domethënë kërkesat e të rinjve edhe në fshat janë rritur në mënyrë eksponenciale.